Në një natë të errët, ku shiu nuk pushon dhe Rufeja ndriçon rrugët e humbura të fshatit, një grua shtatzën udhëton vetëm mbi një kal të lodhur. Ajo kërkon shpëtim, por rruga e saj nuk të çon vetëm drejt spitalit, diçka më e thellë po e pret. Në baltën e rënd, midis frymës së kalit dhe rrahjeve të zemrës së saj, lind një ndjesje e çuditshme, si kujtim i dikujt që s'duhej të ishte më. Çfarë e lidh këtë grua me stuhin, me kalin dhe me hijen që e ndjek? Përgjigjja fshihet në rrugën që nuk të fal. Shiu binte fort atë natë. Rruga e fshatit ishte mbuluar me baltë dhe çdo hap i kalit tingëllonte si rrahje zemre mbi tokë. Një grua shtatzën me fytyrë të zbethë e duar të lidhura mbi bark, rinte ulur në një karrocë të dridhur që përpiqej të përparonte përmes shiut. Frymëmarrja ishte e rëndë, sytë i përhumbur në errësirën që nuk mbaronte. Kali ecte me ngut, i lodhur por i vendosur. Fryma e tij e nxehtë përplasej me ajrin e ftohtë. Rufeja ndriçonte për një çast rrugën e humbur, pastaj gjithçka zhytej sërish në errësirë. Rrotat e karrocës përplaseshin me baltën, duke e tundur trupin e saj që dridhej nga dhimbjet. Në ajër ndihej era e dheut të lagësht dhe e frikës. Çdo hingëllim e kalit dukej si thirrje ndihme, çdo frymëmarrje e saj një përpjekje për të qëndruar zgjuar. Diku përpara, një dritë e zbethë shfaqej në horizont, ndoshta spitali. Por pa pritur, kali ndaloi. Ngriu në vend, sytë i zgjeruar, fryma e shpejtuar. Gruaja hapi sytë dhe ngriti kokën. Përpara tyre, në mes të rrugës, qëndronte dikush. Një hije nën shi, pa lëvizje, pa fjalë. Largohu. Bërtiti ajo me sa forcë i lejonte zëri, por askush nuk u zhvendos. Kali ngriti kokën, fundrat e përplasura mbi baltë lëshuan shkëndija uji. Një rufe ndriçoi qiellin për një sekond dhe gruaja pa qartë, ishte një burr. Fytyra e tij ishte gri, syt pa jetë, por vështrimi i tij i ngulur mbi të. Ajo ndjeu një therje në zemër. Nuk e njihte, por kishte ndjesinë se dikur e kishte parë. Kali u tërhoq një hap mbrapa, por më pas lëshoi një hingëllim të thellë dhe të zgjatur, sikur të donte të paralajmëronte diçka. Gruaja përpiqej të marrë frymë, dhimbjet i shtoheshin. Ajo uli sytë dhe vuri re diçka në baltë. Një shami blu, e lagur nga shiu, e njohur shumë e njohur. Ajo e mori në dorë. Era e saj nuk ishte e zakonshme, një përzierje e baltës, djersës dhe një kujtimi të vjetër që se mbante mend. Zëri i saj dridhej. Kush je? Pyeti, por hijeja nuk foli. Vetëm qëndroi duke e parë. Për disa sekonda gjithçka heshti. Vetëm fryma e kalit dëgjohej, e rëndë dhe ritmike, si një orë që po numëronte diçka. Ajo ndjeu barkun që i ngurtësoi, dhimbjen që i rritej. Shiu tani binte më ngadalë, por frika ishte më e madhe se më parë. Pa pritur, Rufeja ndriçoi sërish rrugën dhe hijeja ishte zhdukur. Vetëm balta, kali dhe gruaja me shamin në dorë. Zemra i rahu fort. U kthye pas, asgjë. Vetëm errësira që po e ndiqte. Ajo mori frymë thellë dhe preku kalin. Ai e kuptoi menjëherë, nisi të ecë përsëri. Rrotat e karrocës përplaseshin me baltën, ndërsa dritat e spitalit shfaqeshin larg, si një shpresë e vogël nën shi. Por kur ajo ktheu edhe një herë kokën pas, sytë i ngelën në rrugën e zbrazët. Për një çast i dukej se hijeja ishte sërish aty, më larg, e përkulur, duke i parë. Kali eci më shpejt. Ajo mbajti shamin fort në dorë, ndjeu erën që i ftohu gishtat dhe një zë i brendshëm i pëshpëriti se ajo shami nuk ishte e huaj. Ishte kujtim nga dikush që s'duhej të ishte më gjallë. Në atë moment, një reze Rufeje ndriçoi rrugën edhe një herë, duke zbuluar gjurmët e baltës që nuk i përkisnin asaj, as kalit. Gjurmë të tjera, më të vjetra, që shkonin në të njëjtin drejtim si ajo. Gruaja uli syt, e mbështolli shamin rreth dorës dhe pëshpëriti, mos më ler tani. Kali hingëlliu si përgjigje. Dhe nën shiun që nuk ndalej, karroca u zhduk në mjegullën e rrugës, ndërsa në prapavi, hijeja qëndroi sërish e palëvizur duke i parë të largoheshin. Karroca ndaloi përballë urës së ngushtë që të çonte drejt qytetit. Shiu kishte pushuar, por qielli mbeti i rënd, si në pritje të diçkaje që nuk kishte ndodhur ende. Kali qëndronte i ngrirë, fryma e tij e nxehtë ngjitej në ajër si mjegull, ndërsa gruaja në karrocë mbante barkun dhe dëgjonte. Nuk kishte më britma, as zhurmë. Vetëm heshtje. Ajo zgjati dorën, preku qafën e kafshës, por Kali nuk u qetësua. Sytë i lëviznin nga ana në anë, veshët i ishin ngritur si të dëgjonte diçka që ajo nuk mund ta dëgjonte.
Frymëmarrja e saj u bë e shkurtër, ritmike, si në përpjekje për të kontrolluar frikën që po i rritej brenda barkut. Ajri duke i trash, i lagësht, dhe çdo frymë e marrë ndjehej si peshë në kraharor. Diku përtej, një zog u ngrit nga një pemë dhe ra menjëherë në heshtje, sikur nata nuk lejonte asgjë të gjallë. Mos u ndal, pëshpëriti ajo, por zëri i saj u mbyt nga era. Ajo ngriti kokën. Rruga përpara ishte bosh, por ndjesia se dikush ishte aty, shumë afër, nuk e linte të qetë. Shamin blu e mbante ende në dorë. Sa më shumë e shihte, aq më shumë ndjente se diçka në të nuk ishte e zakonshme. Fijet e lagura ngjiteshin si lëkurë e gjallë në gishtat e saj. Kali filloi të lëvizte ngadalë, një hap përpara, dy pas. Shikimi i tij i ngulur në të njëjtin vend, si të shihte diçka në errësirë. Gruaja e ndoqi drejtimin e syve të tij. Për një moment i duk se pa një hije që lëvizi në fund të urës, një lëvizje e lehtë, pothuaj njerëzore. Zemra i rahu fort. Kush është? Thiri, por askush nuk u përgjigj. Ajri u fto. Në lëkurën e saj u ngritën dridhje. Ajo shikoi rreth e rrotull, kërkoi dritën e spitalit që dikur kishte parë nga larg, por tani ajo nuk dukej askund. Vetëm errësirë, si një perde e trashë që po afrohej gjithnjë e më shumë. Në atë çast, një zë u dëgjua. Nuk ishte britm, as fjalë, ishte diçka mes pëshertime dhe pëshpëritjeje. Një zë i lodhur, si erë që kalon përmes gjetheve të njoma. Gruaja ngriti syt dhe pa një njeri në anën tjetër të urës. Ai qëndronte i palvizshëm, me duart poshtë dhe kokën e ulur. Shiu filloi përsëri, i imët, si pluhur ujë mbi gjithçka. Gruaja donte të fliste, por asnjë fjalë nuk i dilte. Kali bëri një hap përpara, pastaj u ndal, duke hingëllitur ngadalë. Një dritë rrufeje kaloi nëpër qiell dhe për një sekond ajo e pa fytyrën e burrit. Ishte e njohur. Nuk dinte nga, por e ndiu trupin t'i ftohej. Ishte fytyra e dikujt që duhej të kishte qenë i vdekur. Kali u drodh dhe një krismë e lehtë dëgjua poshtë rrotës së karrocës. Një deg u thye, ose ndoshta diçka tjetër u zhvendos nën tokë. Ajo shtrëngoi duart mbi bark dhe ndiu një dhimbje të fortë që i ngjitej. Zëri u dëgjua përsëri, këtë herë më qartë. Ishte ai fliste. Por fjalët nuk kishin kuptim, ishin të përziera me shi, me zhurmën e lumit, me frymën e kalit. Vetëm një fjalë i doli e qartë, ktheu. Fjalë që i ngrin gjakun. Ajo ktheu kokën dhe pa pasqyrimin e vet në ujë. Syt i dukeshin më të errët, më të lodhur. Frymëmarrja e kalit e mbuloi me avull fytyrën e saj. Duart i dridheshin, barku i lëvizte fort. Ai po vinte. Foshnja që priste dhe frika që se njihte. Ajo ngriti shamin dhe e vështroi sërish. Bluja e saj nuk ishte më blu. Ishte përzier me baltë të errët, si njoll gjaku që nuk dilte dot. Në atë çast, Kali u ngrit në këmbë dhe lëshoi një hingëllim të fortë që përplasi ajrin. Zëri i burrit u zhduk. Drita e rrufes u fik dhe gjithçka u kthye në heshtje. Gruaja e kuptoi se diçka nuk ishte normale. Spitali nuk dukej më, rruga dukej më e gjatë, dhe zëri që kishte dëgjuar ende i rrotullohej në mendje. Heshtja tani nuk ishte më e qetë. Ishte e gjallë. Ishte si dikush që po priste të fliste përsëri. Në atë moment, ajo ndjeu se heshtja po i shtonte peshë shpirtit dhe se diçka e fshehtë i afrohej për ta thënë të vërtetën. Rruga ishte bërë më e ngushtë. Pemët përkuleshin nga pesha e shiut dhe degët e tyre përplaseshin si duar që kërkonin ndihmë. Kali ecte ngadalë tani, me hapa të kujdesshëm, sikur çdo gur në atë rrugë mbante një kujtim të fshehur. Gruaja, me sytë e fryrë nga lodhja dhe dhimbja, mbante shamin blu në dorë. Se kishte lëshuar që nga momenti kur e kishte gjetur. Diçka brenda saj i thoshte se ajo shami nuk ishte e zakonshme. Drita e agimit ende s'kishte dalë, por qielli kishte filluar të zbardhej lehtë. Një erë e ftohtë kalonte përmes pemëve dhe ajo ndjeu se barku i lëvizte me ritëm të çrregull. Duart i dridheshin. Ndjeu një tërheqje të fortë brenda trupit si një paralajmërim. Ajo uli sytë sërish mbi shamin. Midis fijeve të saj kishte diçka të qëndisur, një shenjë, ndoshta një shkronjë, e vjetër dhe pothuaj e fshirë. Sa më shumë e shikonte, aq më qartë e ndjente, ishte e njohur. Një kujtim i turbullt nisi të merrte formë në mendjen e saj. Një natë si kjo, vite më parë. E njëjta rrugë. E njëjta erë e lagësht. Një burr që largohej mbi kal dhe i premtonte se do të kthehej.
Zëri i tij i fundit ishte i ngulitur diku në kujtesë, por tani ai zë nuk tingëllonte më si premtim, tingëllonte si lamtu mirë. Kali u ndal sërish. Fryma e tij e rëndë mbushi ajrin me avull. Gruaja ngriti kokën dhe pa përpara, në anën e majtë të rrugës, një gur i madh që ajo e kishte parë dikur. Ishte i mbuluar me myshk dhe balt, por në mes kishte një gërvishtje në formë kryqi. Zemra i rahu fort. E njihte atë vend. Një zë i dobët, pothuaj i harruar, u dëgjua pas saj. E njeh këtë rrugë, apo jo? Ajo u kthye me nxitim. Nuk kishte askën, vetëm era që përplaste degët dhe shiu që rikthehej ngadalë. Zëri përsëriti, e ke kaluar edhe më parë. Ajo u përpoq të thoshte diçka, por goja ju tha. Kali filloi të lëkundej, thundrat i përplaste në tokë. Koka e tij u kthye drejt anës së djathtë të rrugës, ku ndodhej një përruaj i vogël. Drita e rrufes e ndriçoi për një çast dhe ajo pa diçka që ngjante me një rrotë karroce të vjetër, të fundosur në balë. Në ajër u përhap një aromë e fortë hekuri të ndryshkur dhe gjaku. Një kujtim shpërtheu në mendjen e saj, një britm, një kal që vraponte dhe një trup që binte nën ujë. Ajo uli kokën dhe kuptoi se po mbante shamin në mënyrë të çuditshme, të shtrënguar fort rreth gishtërinjve, derisa thonjt ishin mbushur me gjak. Frymëmarrja i u bë më e thellë. Ndjeu trupin e foshnjës që lëvizte, si të reagonte ndaj diçkaje që as ajo vetë nuk e kuptonte. Nga errësira u dëgjua përsëri ai zë i butë mashkullor, unë nuk doja të largohesha. Sytë e saj u zgjeruan. Ajo ktheu kokën me shpejtësi dhe për një moment në dritën e rrufes pa hije burrërore pranë atij guri. Ishte e njëjta siluet që kishte parë në rrugë më parë. E njëjta. Por tani qëndronte më afër. Zëri ishte më i qartë, ti nuk duhet të ishe këtu ende. Kali hingëlliu fort duke e copëtuar ajrin. Gruaja e ndjeu se koha u ndal për një sekondë. Shiu rrifte mbi fytyrën e saj, por ajo nuk e ndjente. Vetëm një ftohtë e thellë, e brendshme, që i ngjitej nga barku në kraharor. Pastaj gjithçka heshti. Hija u zhduk, por një re e lehtë e bardhë qëndroi për një moment mbi tokë, para se të shpërndahej nga era. Gruaja uli sytë sërish të shamia blu. Tani dukej më e errët, më e rëndë, sikur mbante peshën e gjithë asaj që kishte humbur. Kali nisi të ecë ngadalë, i bindur, pa komandë. Ajo ktheu kokën pas për herë të fundit. Rruga e shtruar me baltë ishte bosh, por në sipërfaqen e ujit që kishte mbuluar rrënjët e pemëve, ajo pa diçka që i ngriti gjakun, një pasqyrim të vetes, por pranë saj një tjetër figurë e zbetë dhe e qetë që buzëqeshte lehtë, sikur po e priste. Në atë moment, ajo e kuptoi, kjo rrugë nuk e çonte vetëm drejt spitalit, por drejt kujtesës së asaj nate kur kishte humbur gjithçka. Kali ecte ngadalë, me frymëmarrje të rëndë, ndërsa rruga dukej sikur zgjatej pafund. Shiu kishte pushuar, por ajri mbante ende erën e baltës dhe të frikës. Gruaja mbante dorën mbi bark, por dhimbja nuk vinte vetëm nga trupi, vinte nga diçka më e thellë, nga kujtimi që po zgjohej. Në horizont, një dritë e zbetë u shfaq përsëri. Dukej si spitali, por diçka brenda saj i thoshte se nuk ishte. Ishte si një dritë që ftonte, por nuk shpëtonte. Kali e ndjeu edhe ai. Ndaloi. Frymëmarrja i u bë e shpejtë dhe sytë i rinin ngulur në të njëjtën pikë, si të kujtonte diçka që nuk donte ta kujtonte. Gruaja e kuptoi. Ajo preku qafën e tij dhe pëshpëriti, ti e njeh këtë vend, apo jo? Kali ngriti kokën dhe në atë moment një zë u dëgjua nga pas, një zë njerëzor, i ashpër dhe i rëndë. Ai ka qenë këtu edhe më parë. Ajo u kthye menjëherë. Në mes të rrugës qëndronte një burr i vjetër. Fytyra e tij e mbuluar nga hija e një kapuçi, duart që dridheshin pak. Ai ecte ngadalë drejt saj. Kali u tensionua, por nuk lëvizi. Kush je? Pyeti ajo me zë të dridhur. Burri ndaloi pak metra larg. Ai Kal nuk është i zakonshëm, tha ai. E kam parë edhe vite më parë. Të njëjtën natë që humbi një burr në këtë rrugë. Ajo ndjeu trupin që i ngrinte. Një burr? Burri uli kokën. Po. Ai u përpoq të më shpëtonte mua. Kishte një karrocë, një grua dhe një shi të tillë. Ai më shtyu jashtë rrugës kur ura u shem. Kali u kthye vetëm në fshat. Ai burr nuk u gjet kurrë. Gruaja ndjeu sikur toka po i ikte nën këmbë. Çfarë po thua? Unë jam arsyeja pse ai vdiq, tha burri. Unë nuk e mbajta premtimin që i dhash.
Më tha, nëse mbjeton, kujdesu për të për gruan time. Por unë ika. Ika dhe kur nuk u ktheva. Ajo uli kokën. Shamia bluira nga dora. E pa në balt, e përlyer, e një orë. Ishte e njëjta që ai burr i kishte lidhur në qafë kur u nis atë natë. Ajo e mori me duar që dridheshin. Kali bëri një hap përpara dhe hingëlliu me zë të lartë, një hingëllim që e mbushi ajrin me dhimbje. Burri i vjetër e uli kokën. Ai Kal u kthye në fshat i vetëm, me këtë Shami në shalë. E mbante si të ishte shpirt. Askush nuk guxoi t'i afrohej. Dhe që prej asaj nate, çdo herë që bie shi, dikush e sheh të kalojë nëpër këtë rrugë. Por kur nuk kthen kokën. Ajo nuk fliste më. Vetëm frymëmarrja e saj dëgjohej, e ngarkuar, e rëndë. Sytë e saj u mbushën me lot, por nuk qanin. Ishte më shumë si një det i ngrirë brenda saj. Burri u afrua edhe një hap. Nuk doja ta dija kush ishe, tha ai me zë të dridhur. Por kur të pash sonte e kuptova. Kali e përplasi thundrën në tokë. Era fryu fort duke i ndarë për një moment. Ajo ngriti Shamin lart duke e parë drejt dritës së zbeth që ndriçonte rrugën. Në cepin e saj ishte qëndisur një shkronjë, ajo e parë e emrit të burrit të saj. Ajo u kthye nga burri i vjetër, me zë që nuk i përkiste më frikës, por të vërtetës, pra, ti ishe aty. Ti e pe gjithçka. Burri uli kokën dhe lotët u përzien me shiun e vonuar. Po, dhe që atë natë, çdo hap i këtij Kali më ndjek në ëndra. Ajo e pa gjatë. Dhimbja në bark i ishte shtuar, por tani nuk bërtiti. Vetëm pëshpëriti, atëherë nuk ishte rastësi që ai më çoi këtu. Ai më solli për të mbaruar atë që ti le për gjysmë. Burri ngriti syt dhe për një çast, në reflektimin e tyre, ajo pa fytyrën e dikujt tjetër. Jo të plakut, por të atij që kishte humbur vite më parë. Një rrufe ndriçoi rrugën. Kali hingëlliu fort dhe ajri u mbush me një aromë të çuditshme, si e barit të djegur dhe lotëve. Në atë çast, ajo kuptoi se Shamia nuk kishte rënë nga qielli atë natë, kishte ardhur nga dikush që ende po e ruante. Era u kthye papritur, duke sjellë me vete aromën e baltës dhe të diçkaje të vjetër. Gruaja e ndjeu dhe Kali gjithashtu. Ai e ngriti kokën, sikur dëgjonte një zë të padukshëm. Rruga përpara dukej më e errët, por tashmë drita e agimit fillonte të thyente horizontin. Përreth, toka ishte e mbushur me gur të vjetër dhe mbetje karrocash. Ishte e qartë, nuk ishte e para që kishte kaluar andej. Një rrëfim i heshtur i humbjeve ndodhej nën çdo hap. Një zë u dëgjua përsëri, i ngjirur, por i njohur, nuk e qenë e vetmja. Ajo ngriti syt, në errësirë dukej sikur kishte lëvizje të tjera, hije që përpiqeshin të marrin formë. Ndjeu një ftohtësi të brendshme, si të prekte frymën e atyre që nuk ishin më. Kali hingëlliu, duke shkundur kokën fort, por nuk u tërhoq. Ishte sikur ruante diçka. Ajo kuptoi. Kjo rrugë kishte parë shumë të humbur. Jo vetëm atë burr, por të tjerë që kishin mbetur mes botëve. Tani gjithçka merrte kuptim, çdo stuj sillte një shfaqje të re, çdo shi hapte plagët e së kaluarës. Në mes të rrugës, ajo vuri re një gur të madh me një shenjë të skalitur në të. Ishte një simbol që ngjante me atë në Shamin blu, një lidhje, një përsëritje, një rreth që nuk mbyllej. Ajo preku barkun. Foshnja lëvizi lehtë, si të reagonte ndaj të njëjtit mister. Dhe atëherë e kuptoi, nuk ishte rastësi që Kali e kishte sjell këtu. Ai po ndrejshte një histori të vjetër, po kërkonte mbylljen që njerëzit kishin harruar t'i jepnin. Një heshtje e thellë mbuloi gjithçka. Qielli kishte ndaluar së derdhur i shi, por toka ende pikonte, si të derdhte lot për ata që s'ishin më. Kali qëndronte i palvizshëm. Sytë e tij të mëdhenj pasqyronin dritën e parë të mëngjesit. Në shalë, diçka shkëlqeu nën balt. Gruaja u afrua me kujdes. Kur e preku, gjeti një medalion të vjetër të ndryshkur. Brenda, një copë letre, e mbuluar me njolla gjaku, por ende e lexueshme, mbroja atë edhe kur unë të mos jem. Ajo ndaloi frymëmarrjen. Zëri i burrit të saj i tingëlloi në mendje, i gjallë, i qetë. Ishte mesazh që vinte nga vdekja, dhe Kali kishte qenë ruajtësi i tij. Në atë çast, ndjeu barkun që i ngurtësohej. Dhimbja e lindjes e përplasi në gjunjë. Kali lëvizi, u përkul pranë saj, si të dinte çfarë duhej bërë. Era u ngrit dhe një zë i brendshëm, i butë dhe i largët, i pëshpëriti, mos ki frikë.
Ai është këtu. Ajo bërtiti, por në atë britëm kishte më shumë dritë se dhimbje. Kali qëndroi pranë, frymëmarrja e tij e ngrohtë përplasej mbi fytyrën e saj, si dorë që ngroh shpirtin. Pastaj, një klifmë e vogël, e pastër, theu ajrin. Fëmia kishte lindur. Një jetë e re në vendin ku kishte vdekur një tjetër. Ajo ngriti foshnjën lart dhe në atë moment dielli doli përfundimisht duke ndriçuar medalionin që mbante mes duarve. Ishte një shenjë, një mbyllje. Agimi përhapej ngadalë mbi rrugën e lagur. Ajri ishte i pastër, i qetë, sikur nata e stuhishme s'kishte ekzistuar kurrë. Gruaja mbante foshnjën në krah, e mbështjell me shamin blu që tani dukej më e ndritshme se kurrë. Ajo se kuptonte pse, por ndjente se ngjyra e saj kishte marrë dritë nga diçka që nuk ishte vetëm qielli, ishte nga paqja që vinte pas dhimbjes. Kali qëndronte pranë, me krifën e lagur nga vesa. Fryma e tij ishte e qetë dhe sytë e tij vështronin drejt horizontit, si të kërkonte një rrugë që tashmë e njihte mirë. Ai s'kishte nevojë për komandë. Ai e dinte se udhëtimi kishte marrë fund. Në tokë, pranë rrotave të karrocës, qëndronte medalioni i vjetër. Ajo u përkul, e mori dhe e vendosi pranë fëmijës. Nuk kishte më frikë. As mall. Vetëm një ndjenjë se dikush kishte përmbushur diçka përmes saj. Era fryu lehtë. Degët e pemëve lëvizën sikur përshëndesnin. Gruaja ngriti sytë dhe pa diellin që doli mbi pyllin përballë. Ngrohtësia e tij i preku fytyrën. Ajo përshpëriti diçka që askush se dëgjoi, ndoshta një falënderim, ndoshta një lamtumir. Kali u kthye një herë për ta parë. Pastaj u nis ngadalë duke lënë pas gjurmë të lagura mbi balë. Nuk ktheu kokën më. Rruga u mbush me dritë. Gruaja e mbajti fëmijën më afër dhe mbylli sytë. Heshtja tani nuk ishte e rëndë, ishte e plotë, si një lutje që më në fund ishte dëgjuar.